Nëse viziton sot varrezat e hamburgerit, do të ndesheni me varrin e Otto Witt, 16/10/1871, 13/8/1958, ku në pllakën e varrit ku ai prehet, datohet edhe shënimi, ish mbreti i Shqipërisë. Megjithatë, në regjistrin e njerëzve të shquar, profesioni i tij është ekspozues, pra një njeri që jep shfaqje në banesën e tij lëvizëse në tregjet vjetore që zhvillohen në Gjermani. Por çfarë lidhje ekziston midis këtij titulli të veçantë dhe profesionit të çuditshëm? Po është e vërtet, kam qenë 5 ditë mbreti i Shqipërisë, një mbret i vërtet me front, me shërbëtor dhe me ushtri, ashtu siç i ka hije një mbreti. Duhet të keni parasysh se Shqipëria nuk është një republik, diku në Amerikën Qendrore, ku her pas here ndonjë aventurier ambicioz dhe energjik arrin të dalë në krye dhe të udhëheq, apo ndonjë ishull në jug të oqeanit paqësor, ku çdo njeri me para dhe fjalë të mira mund të bëhet pa mbret i disa dhjetra poljenizve zezak. Jo, Shqipëria është një vend evropian që ka afërsisht sipërfaqen e luginës së Rinit dhe ka rreth 1 milion banor. Nuk ndodhet as përtej Volgës, në lindjen e largët, por është një vend mjaft normal në Europën juglindore. Me këto fjalë fillon rrëfimin në autobiografinë e tij 5 ditë mbreti i Shqipërisë, të botuar në 1939 në Gjermani. Otto Witt, që e quan veten ish mbret të shqiptarëve. Me sa duket nuk ka qenë vetëm princi Wilhelm zu Viet, i vetmi gjerman që ka udhëhequr shqiptarët, të paktën gati për 6 muaj, nga 7 marsi deri më 3 shtator 1914. Një tjetër gjerman pretendon të jenë ngjitur para tij në fronin mbretëror, të paktën për 5 ditë, dhe të ketë drejtuar Shqipërinë, mbase vetëm në një pjesë të saj, dhe një histori për të cilën ende nuk është gjetur ndonjë dëshmi historike e kohës. Në burimet shqiptare ky fakt është pothuajse i panjohur, megjithatë ka një ngjashmëri fonetike midis dy emrave, Witte dhe Witt, por që me sa duket në Europë, sidomos në Gjermani, në dhjetra artikuj e dokument, përmendet dhe deri diku edhe besohet si një nga aventurat më të mëdha të shekullit 20. Fatet e Shqipërisë së vitit 1912-1913 diskutoheshin në kancelaritë perëndimore të Londrës, Vienës apo Parisit. Konferenca e ambasadorëve të fuqive të mëdha të zhvilluar më 17 deri në 20 dhjetor 1912 në Londër kishte nxjerrë më së fundmi, mas negociatave intensive, një rezolut ku e shpallte Shqipërinë principat autonome në një princë të huaj, i cili do të zgjidhej nga fuqitë e mëdha brenda 6 muajsh.